Të dashur dëgjues, në videon e sotme do të flasim për disa shpella misterioze. Toka është plot me shpella misterioze që dhe sot fshehin sekrete, legjenda dhe vende ende të pa eksploruara. Disa nga shpellat më të famshme dhe më të frikshme në botë janë Hang Son Dong. Kjo konsiderohet shpella më e madhe në botë. Është aq gjigande sa brenda saj ka pyll të vogël, re dhe mjergull të brendshme. Gjithashtu ka lumenj nëntoksor. Kjo u zbulua relativisht vonë, sepse hyrja e saj ishte e fshehur në xhungël. Disa pjesë ende nuk janë eksploruar plotësisht. Cave of the Crystal është një nga vendet më të çuditshme në tokë. Brenda kësaj shpelle gjenden kristale gjigande seleniti, ku disa prej tyre janë mbi 10 metra të gjata. Temperatura arrin mbi 50 gradë Celsius dhe lagështia është ekstreme. Prandaj njerëzit në këtë shpellë qëndrojnë shumë pak minuta pa pajisje speciale. Krubera Cave është një nga shpellat më të thella të njohura në botë. Thellësia e saj kalon mbi 2 kilometra nën tokë. Eksploruesit kalojnë ditë të tëra në errësirë, në tunele të ngushta dhe liqene të ftohta nëntoksore. Shumë zona të kësaj shpelle ende nuk janë hartëzuar. Aktun Tunishil Muknal është e njohur si shpella e botës së përtejme nga qytetërimi i magjistarëve. Brenda saj janë gjetur skelete njerëzore dhe objekte rituale. Magjistarët besonin se kjo shpellë ishte hyrje drejt botës së të vdekurve. Eisriensenveld. Kjo është shpella më e madhe e akullt në botë. Brenda saj ka mure akulli, tunele të ngrira dhe formacione që duken si pallate kristali. Ajri është i ftohtë, gjë që ruan akullin gjatë gjithë verës. Blue Grotto është një shpellë detare ku uji ndriçon me ngjyrë blu të fortë. Drita këtu hyn nga poshtë ujit dhe krijon një efekt magjik, sikur shpella ndriçohet vetë. Disa sekrete interesante për shpellat janë: shumë shpella kanë organizma që jetojnë në errësirë totale. Disa shpella të tjera kanë piktura njerëzore mbi 30.000 vjet më përpara. Nën tokë ekzistojnë lumenj dhe liqene gjigande ende të pazbuluara. Shkencëtarët besojnë se ka shpella që nuk kanë hyrë akoma njerëzit për t'i parë. Ekzistojnë shumë legjenda misterioze. Shumë kultura kanë besuar se shpellat janë hyrje drejt botës së nëndeshme, vende ku jetojnë krijesa të çuditshme dhe stre e thesareve të humbura. Në disa shpella njerëzit kanë raportuar zëra të pashpjegueshëm, erëra që dalin nga thellësia dhe zhdukje eksploruesish. Shpesh këto kanë shpjegime natyrore, por misteri vazhdon edhe sot. Një nga legjendat më misterioze lidhet me Aktun Tunishil Muknal. Kjo është shpella më e lashtë e magjive. Sipas legjendës, magjistarët besonin se kjo shpellë ishte hyrja drejt botës së të vdekurve. Një vend i quajtur Xibalba thuhej se në thellësitë të saj jetonin shpirtra dhe perëndit e errta që kontrollonin sëmundjet, stuhitë dhe fatin e njerëzve. Priftë të rinjt hynin me pishtar në errësirë për të bërë rituale dhe flijime, duke kërkuar mbrojtje ose shi për tokat e tyre. Legjendat thonë se disa njerëz që hynin shumë thellë dëgjonin pëshpërima dhe nuk dilnin më kurrë. Edhe sot eksploruesit tregojnë se atmosfera brenda kësaj shpelle është shumë e frikshme. Errësirë totale, ujë i ftohtë, heshtje e thellë dhe skelete të lashta që ende ndodhen aty. Më i famshmi është Vajza Kristal, një skelet që duket sikur shkëlqen nga kristalet minerale të formuara mbi të.
Vajza kristal në aktun të nishil muknal nuk është një statuj, por skeleti i vërtet i një vajze të re që nga koha e qytetërimit të magjistarëve. Shkencëtarët mendojnë se ajo u flijua rreth 1000 vjet më parë, gjatë ritualeve fetare. Trupi i saj mbeti brenda shpellës për shekuj të tërë, dhe me kalimin e kohës ndodhi diçka e veçantë. Uji i pasur me minerale pikonte vazhdimisht mbi kockat e trupit. Mineralet filluan të mbulonin skeletin, dhe shtresat minerale me kalimin e kohës u kristalizuan ngadalë. Për këtë arsye, sot kockat shkëlqejnë sikur janë kristale kur bie drita mbi to. Thuhet se magjistarët nuk kanë lindur si krijesa të veçanta, por ideja për ta është formuar nga besimet, frika dhe legjendat e njerëzve gjatë historisë. Në kohët e lashta, njerëzit nuk kuptonin shumë gjëra për natyrën, sëmundjet, historitë, eklipset dhe vdekjet e papritura. Prandaj, disa gra dhe burra që dinin bimë mjekësore, shërime, rituale dhe astrologjinë shieshin si njerëz me fuqi magjike. Lind pyetja, si filluan legjendat? Në shumë kultura besohej se disa njerëz mund të fluturonin natën, të flisnin me shpirtrat, të bënin mallkime dhe të parashikonin të ardhmen. Shpesh këto ishin thjesht tregime dhe frikë nga e panjohura. Sot ekzistojnë shumë njerëz që quhen magjistar dhe magjistare, por zakonisht kjo lidhet me besimet shpirtërore, ritualet tradicionale, astrologjinë dhe praktikat kulturore dhe fetare. Në vende të ndryshme të botës, ende ekzistojnë shaman, fallxor dhe njerëz që përdorin bimë medicinale. Gjithashtu ekzistojnë dhe grupe që praktikojnë rituale të lashta. Disa njerëz këto i shohin si traditë kulturore, të tjerë si besim personal. Në shumë raste në histori, magjistare quheshin edhe gratë që dinin mjekësi popullore dhe shëronin njerëz. Njerëzit kanë treguar histori për gjëra të mbinatyrshme prej mijëra vjetësh, fantazma, shpirtra, krijesa misterioze, parashikime dhe vende të mallkuara. Shumë njerëz besojnë se kanë përjetuar diçka që nuk e shpjegojnë dot. Megjithatë, deri më sot shkenca nuk ka prova të forta dhe të verifikuara që vërtetojnë ekzistencën e fuqive mbinatyrore. Shpesh, disa përvoja mund të lidhen me iluzione të trurit, errësirën dhe frikën, ëndrat, tingujt dhe fenomenet natyrore, si dhe me rastësitë që duken misterioze, por ka ende shumë gjëra në univers që nuk i kuptojmë plotësisht. Prandaj, misteret vazhdojnë të tërheqin njerëzit. Legjendat dhe historitë mbinatyrshme janë pjesë shumë interesante e kulturës njerëzore, dhe shpesh ato përdoren në libra, filma horror, mite dhe tregime popullore. Një shembull i madh misterios në univers është materia e errët dhe energjia e errët. Shkencëtarët kanë zbuluar se yjet dhe galaktikat lëvizin sikur ekziston diçka e padukshme që ushtron forcë gravitacionale, por kjo gjë nuk shihet me teleskop. Kjo u quajt dark matter, që do të thotë materia e errët, dhe dark energy, që do të thotë energjia e errët. Materia normale, planetët, yjet dhe njerëzit përbëjnë vetëm një pjesë të vogël të universit. Pjesa më e madhe duket se është diçka ende e panjohur. Pra, edhe shkenca pranon se universi fsheh mistere shumë të mëdha që ende nuk i kuptojmë plotësisht. Ky informacion bazohet në fakte të mbledhura me ndihmën e një asistenti inteligjent.